Deputeti i Partisë Socialiste në Shkodër, Namik Kopliku, ka kritikuar kryeministrin Rama për raportet që ka krijuar me Partinë Socialiste të Shkodrës. Në intervistë për një të përditshme shqiptare, Kopliku sqaron gjithashtu se kritikat e Ramës ndaj tij dhe Mimoza Hafizit nuk janë realiste, por shumë subjektive dhe lavdron pa drejt deputetin Paulin Sterkaj, që sipas tij është i parapëlqyer i Ramës. Për mendimin tim, Rama e egzagjeroi punën e shkëlqyer të Partisë Socialiste në Malsinë e Madhe, Pukës dhe Fusharsit, në mënyrë komplet të padrejtë dhe në mënyrë akoma më të padrejtë përçmoi dhe nënvlerësoi punën e bërë nga PS e Shkodrës, si në zonën urbane ashtu dhe në atë rurale, ose ka qenë i pa informuar, ose e kaloi masën e nënvlerësimit për punën që është bërë nga deputeti, që po ju po flet, dhe nga zonja Hafizi. Puna ka qenë korrekte, serioze, mëdormos me mangësi, thot ndër tjera deputeti socialist. I pyetur se kush është deputeti i parapëlqyer i kryeministit Rama në qarkun e Shkodrës, Namik Kopliku jep këtë përgjigje: zoti Sterkaj është shumë i pëlqyer, zoti Kopliku flet për veten, është i papëlqyer nga kryeministri, por kryeministri i cili e cilësoi shumë të keqe punën në Shkodër, ku nuk është i ngarkuar zoti Sterkaj, por deputeti Hafizi dhe ai Kopliku, ka qenë vlerësim jo realist i punës që është bërë.